Ka diçka më të madhe. Këtu flitet për ndryshimin e gjeopolitikës në gjirin persik. Gjeopolitika në gjirin persik nuk do të jetë ajo që ishte para luftës. Ka përqen ndryshe. Dhe këtu harrohet që të diskutohet që vendet e gjirit persik janë duke diskutuar intensivisht, dhe nuk diskutohet në forumet ndërkombëtare, por edhe në forumet e vendeve perëndimore, ku po mundohen të ndryshojnë aleancat. Dhe në fillim të luftës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vendet e tjera perëndimore kanë qenë garantuese të mbrojtjes tyre. Kjo ka filluar të diskutohet dhe të flitet në gjirin persik shumë. Çfarë do të ndodhet? Këtu është edhe një tjetër element që nuk flitet fare. Dhe elementi tjetër që nuk flitet pak është roli i Rusisë dhe i Kinës. Ata janë duke vazhduar në mënyrë të heshtur dhe të suksesshme për të arritur objektivat e tyre. Po shfrytëzojnë situatën e konfliktit nëpërmjet perëndimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për të fituar sa më shumë terren. A do të arrihet një marrëveshje? U tha në studio që është shumë e vështirë. Kjo marrëveshje është shumë e vështirë për të arritur. Dhe po të dëgjosh dhe po të komentosh deklaratën e ministrit jashtëm të Iranit, ai nuk flet për marrëveshje dhe nuk heq dorë. Irani nuk luan nga pozicione inferioriteti. Këtë duhet ta kemi të qartë. Nuk është Irani në pozicion inferioriteti. Irani është në një pozicion shumë të fuqishëm që për momentin po luan fort. Dhe po luan me ngushtisën e Hormuzit, po luan me armët bërthamore, po luan me presionin që shton tek vendet e tjera të gjirit që të heqin dorë apo të fillojnë të kërkojnë alanca tjera. Pra, nëse do të arrihet një marrëveshje, do të ishte një augur shumë i mirë, por kjo është, siç u tha edhe më parë, kjo është shumë e vështirë për të arritur. Ju folet për një armëpushim 60 ditor, iranianët kur nuk e kanë pranuar që ka pasur ndonjëherë në armëpushim përdet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Shpresoj që të ketë një armëpushim, por a ka dritë në fund të tunelit? Ka, por a do të arrihet një zgjidhje? Është shumë e vështirë. Lionel, duke qenë se jemi ke çështjet ushtarake, të cilët ju e nënvizuat me të drejtë, gjatë javës ka patur dhe shkëmbime të forta zjarri, pikërisht në ngushticën e Hormuzit. Dhe për të qenë korrekt, Shtetet e Bashkuara deklaruan se kanë kryer operacione mbrojtëse ndaj pozicioneve raketore iraniane dhe mjeteve detare në jug. Në ngushticën e Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar me raketa, dron dhe sepse kanë reaguar duke qenë se sipas tyre Irani ka sulmuar me mjetet të vogla anijet amerikane, me raketa dhe me dron. Ndërkohë që Irani thotë të kundërtën, ne reaguam pasi Shtetet e Bashkuara na goditën. Këto ballafaqime dhe këto përplasje ushtarake, çfarë tregojnë sipas jush, sepse vetëm para 3 ditësh ndodhen? Po këto gjithmonë, Franco, ne nuk jemi në një periudhë lufte, pra nuk kemi dy vende që konkretisht po luftojmë njëri tjetrin. Po ta shikosh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në gjirin persik janë të përfshira me 2 komponente. Nëse flasim në gjuhën ushtarake, ky është komponenti ajror dhe komponenti detar. Pra nuk kemi ato që është folur shumë, a do të jenë të pranishëm amerikanët në terren me forca toksore. Dhe këtu kemi disa elemente që i përmendët që do të vazhdojnë. Pra do të ketë elemente sporadike të tilla ku palët do të provokojnë njëra tjetrën. Do ta provokojnë për njëra tjetrën për të rritur presionin dhe kjo është arsyeshme. Irani do ta përdori gjithmonë. Do ta përdori për të rritur presionin ndaj Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Irani ka të qartë që balancat ose krahasimi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, i fuqisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës me fuqinë